deklarata. Vlora nuk është thjesht një qark turistik, është një nga motorët kryesor të turizmit në Shqipëri dhe kjo sjell përgjegjësi të drejtë për drejtë. Përgjegjësi që nuk matet me fjalë, por matet me rezultate në terren. Në këtë sezon nuk ka vend për vonesa, nuk ka vend për justifikime dhe nuk ka vend për mos koordinim. Ka vetëm një standard, zbatim. Gjatë përgatitjeve për sezonin 2026 janë zhvilluar takime të vazhdueshme me bashkitë, me institucionet qendrore dhe vendore, operatorët turistik dhe grupet e interesit. Jo për formalitet, por për një qëllim të qartë, parandalimin e problemeve, jo t'i ndjekim pasi ato kanë ndodhur. Sot sfidat janë të qarta. Siguria në plazhe dhe hapësira publike, menaxhimi i stacioneve të plazhit, trafiku dhe parkimet, furnizimi me ujë dhe energji, mbetjet urbane, ndotja akustike, siguria ushqimore, mbrojtja e mjedisit dhe kontrolli i mjeteve lundruese. Këto nuk janë detaje teknike, janë standardi i vërtet i shtetit në terren. Dhe për këtë arsye çdo institucion duhet të kalojë nga qasja pasive në përgjegjësi aktive, nga raportimi formal në veprim real dhe nga pritja në ndërhyrje. Raportimi çdo të premte pranë prefektit nuk është formal, është mekanizëm llogaridhënie dhe mekanizëm reagimi. Çdo vonesë është rrezik, çdo mungesë koordinimi është problem i drejtë për drejtë për sezonin. Dhe çdo problem që ne nuk e menaxhojmë sot, e paguajmë nesër. Për këtë arsye çdo vonesë do të raportohet në Ministritë e Linjës dhe në zyrën e kryeministrit, sepse përgjegjësia nuk delegohet, por përgjegjësia mbahet. Qeveria shqiptare është e vendosur për zhvillimin e turizmit cilësor dhe elitar, por kjo nuk bëhet me deklarata, bëhet me disiplinë, bëhet me punë në terren dhe me rezultate. Dhe ne kemi detyrimin ligjor, institucional dhe moral të garantojmë këtë standard. Jam e bindur se përmes bashkërendimit të plotë, disiplinës institucionale dhe angazhimit të përditshëm, do të garantojmë një sezon turistik të sigurt, të organizuar dhe dinjitos për Vlorën. Unë i falenderoj dhe i kërkoj përgjegjësi maksimale nga ana juaj në zbatimin e detyrave që kemi përpara. Sikundër dhe keni përpara materialet, keni dhe vendimin e Këshillit